Se nuk e priste që do vinte nga ky general të cilin e donte më shumë se të gjithë të tjerët. Dhe nuk po kuptonte përse Gjergji po e kundërshtonte atë. Dhe e pyet që çfarë besimi ke ti? Dhe i tregoi që besoi, thot, Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallur. Perëndori u tërbua nga zemrimi. Dhe urdhëroi ushtarët e tij që ta godisnin. Por në jetën e Shenjtë Gjergjit ka ndodhur mrekulli të jashtëzakonshme, si dëshmi e madhe e besimit të tij. Sepse çfarë janë jetët e shenjtarëve? Jetët e shenjtarëve janë vazhdimi i akteve të apostujve. Në Ungjil ne kemi dhe aktet e apostujve, se çfarë bën apostujt mbas ngjalljes së Krishtit. Dhe jetët e shenjtarëve janë një vazhdim i atyre. Ne nuk i lexojmë jetët e tyre thjesht si biografi, po i lexojmë si një ushqim shpirtëror. Ashtu si ikona nuk është thjesht portret, po është një dritare për të parë botën e përtejshme, një lidhje shpirtërore me jetën e thellë shpirtërore. Prandaj edhe në këtë lexim i kemi si ushqim shpirtëror, e duhet i lexojmë vazhdimisht, sepse duke i lexuar ata mund të fillojmë të modelohemi sipas tyre. Siç drejtohet Shën Pavli në letrën e tij dhe thotë: "Bëuni imituesit e mi, ashtu siç unë jam imituesi i Krishtit." Duke lexuar jetët e shenjtarëve, ne mund ta kemi këtë gjë, mund të ndizet në shpirtin tonë drita e besimit. Nëse nuk i kemi mendjet tek librat e shenjtë e tek jetët e tyre, është shumë vështirë për njerëzit të mbajnë besimin e vërtetë. Do kenë një besim nga jashtë, do vinë për Pashk, do vinë ndonjëherë për të kunguar, por nuk do kenë një jetë të thellë shpirtërore. Këto lexime na ndihmojnë ne. Dhe Perëndori urdhëroi që të torturohet. Ndoshta ju keni dëgjuar shpeshherë jetën e tij, po disa nga torturat që i kanë bërë ishin të tmerrshme. E lidhen me pranga, e shtrin dhe i vun një gur shumë të madh në gjoks. Që çdo njeri tjetër ndoshta do kishte vdekur nga ai gjë, po duke pasur një fizik të fortë, nuk i ndodhi gjë. Dhe ditës tjetër e thirrën përsëri në pallatin e Perëndorit, rojet, dhe filloi përsëri të fliste që nëse do i bësh fli perëndive tona, do t'jap thot gjithçka që do të dëshirosh. Po ky u përgjigj përsëri me guxim, duke i thënë që ato besime që keni ju janë qesharake. Ju nuk mund besoni gurët, drurët edhe njerëz që s'kan asgjë lidhje me Perëndinë e vërtetë. Dhe filloi të fliste për besimin e tij të krishterë. Perëndori urdhëroi që të torturohet përsëri. E lidhën në një rrotë shumë të madhe të zhveshur lakuriq dhe poshtë ishin tehe shpatash dhe gozhdash e gjëra të tjera dhe rrotullonin. Në fillim ky filloi të lutej me zë shumë të lartë, pastaj heshti. Dhe Perëndori mendoi se ka vdekur. Dhe shkoi të lavdëronte perëndit pagane në tempullin e Apollonit, duke kujtuar që e munda këtë. Por një mrekulli tjetër ndodhi përsëri. Jo vetëm që nuk vdiq, po Perëndia e shëroi çdo plagë, çdo gjë të tij. Dhe kur i thanë Perëndorit që Gjergjin, cilën ne kujtuam se vdiq, është shëruar dhe është përsëri, ky erdhi i zemëruar duke menduar që ky bën magjira. Prandaj bëhet në këtë formë. Dhe i thonte që largohu nga këto magjira dhe do t'jap gradat më të mëdha. Madje i tha që nëse do i flijosh perëndive pagane, do të bëj të dytin perëndori mbas meje. Dhe Shenjtë Gjergji u përgjigj përsëri me guxim edhe me qetësi, duke thënë që gjithçka që mund të më japësh ti në botë, më nuk më duhet. Kryesorja të shpëtohet shpirti i njeriu, siç thot Krishti në Ungjil. Çfarë do bie do ketë njeriu të fitojë gjithë botën nëse do humbasi shpirtin e tij? Sot këto fjalë ndoshta njerëzit i duken pak si të habitshme, sepse jetojmë në një kohë ku njerëzit janë vetëm materialistë, mendojnë vetëm për pasuri, për të grumbulluar gjëra, dhe harrojnë që një ditë shumë shpejt do i lënë gjitha këto. E çfarë do japin në këmbim të shpirtit të tyre? I suksesshëm nuk është ai njeri që bëhet i pasur, as i pushtetshëm. Sikur të kesh pushtet mbi gjithë botën, e ti je më i pasur i botës, përsëri nuk je i suksesshëm. I suksesshëm je nëse ti do shpëtosh shpirtin tënd, se çfarë do japësh në këmbim të shpirtit kur paraqitemi përpara Zotit. Suksesi i botës është i përkohshëm. Suksesi në jetën shpirtërore dhe në lidhje me Perëndinë është i përjetshëm. Dhe duke pasur këtë besim të madh, ai kishte guxim kaq të madh. Dhe Perëndori urdhëroi përsëri që ta hidhnin në një grop gërqerje të pashuar, që të digje e të shkrihej gjithë trupi i tij atje. Dhe ashtu e bën. Shenjtë Gjergji i lut Perëndis përsëri me lot dhe shumë fort. Dhe mbas 3 ditësh ku erdhën, se i urdhëroi që të merren kauckat e tij dhe të flaken,
u habitën kur e panë që ishte i plot, s'kishte asnjë lloj dëmtimi. E në të kohë, gjatë torturave, shumë njerëz që shikonin këto mrekulli ktheheshin edhe bëheshin krishterë dhe perëndori nga zemrimi pa gjyq të gjithë ata që thonin në ato çaste diçka për Jezu Krishtin, ju priste kokën. Dhe mendoj që duke qenë magjira këto që bën Gjergji, thirrri një magjistar shumë të madh në atë kohë, Athanasit, i cili njihte gjithë perëndorinë, dhe ai erdhi duke sjell 2 lëngje. Me njërin ishte si punë droge, dhe me një tjetër kishte që mund të vdiste, një helm i madh. E ja sollën, i tha perëndorit, jepe këto, thot, dhe ai do vdesi. Edhe ai ja dha, edhe Shën Gjergji piu me qetësi. Piu të parën, asgjë s'ndodhi. Piu të dytën, asgjë s'ndodhi. Dhe vetë magjistari u manit nga kjo gjë, që si ka mundësi ky njeri nuk vdes nga helmi. Sepse Zoti nuk gjithë nga ka thënë dhe këtë gjëne. Nëse do kemi besimin e vërtet, do pini, thot, dhe helm t'ju japin, thot, nuk do helmojni. Dhe fuqia e besimit dhe mrekullia e besimit është e jashtëzakonisht e madhe. Por duhet keni parasysh diçka. Ne nuk duhet ta tundojmë Zotin, sepse ka njerëz shpeshherë që tundojnë Zotin, mund të kthehen sot në shtëpi dhe thotë do pi një helm, e do më shpëtoj Zoti. Nuk do i shpëtoj. Nëse do pini helmin do vdisni. Zoti nuk plotson teka, plotson nevoja. Ju e dini para disa kohësh, një njeri në Rusi shkoi ke guva e luanëve në kopshin zoologjik, e tha do hidhem atje, thot, dhe Zoti do më shpëtoj. Dhe u hodh atje. Luanët e shqyen. Zoti ka shpëtuar shpeshherë njerëz të tillë, por jo duke tunduar atë, jo për teka. Kur do jemi nevojë shumë të madhe e do kemi besim, Zoti do ndodhet pranë. Zoti nuk plotson asnjëherë teka, se nuk na përkëdhel, plotson nevojat. Kështu duhet bëjnë dhe prindrit. Nuk duhet të plotsojnë tekat e fëmijëve, por të plotsojnë nevojat, ato që i duhen, sepse tekat nuk e ndihmojnë fëmin. Nevojat janë të nevojshme. Prandaj dhe Perëndia nuk na plotson dëshirat kota ne, sepse e di që nuk janë për të mirën tonë. Dhe duke parë gjithë këto mrekullira, edhe ky magjistari u kthye. Edhe thirrri me zot madh që Perëndia i Gjergjit është Perëndia e vërtet. Dhe qoftë magjistarin, qoftë një tjetër që u ngjall nga fuqia dhe nga lutja e Shën Gjergjit, dhe Zoti ngjalli dhe një të vdekur, të dy ju preu kokën. Dhe urdhoi pasaj që t'i pritet koka edhe Gjergjit. Dhe në 23 prill, që festojmë dhe ditën e tij, Perëndori e ekzekutoi atë. Ekzekutoi atë dhe ekzekutoi dhe gruan e tij, sepse ajo u kthye. Dhe jeta e Shën Gjergjit nuk ishte jeta e një heroi tragjik. Ai e dinte që Zoti e kishte mundur vdekjen. Prandaj dhe apostujt, shenjtorët kishin këtë fuqi kaq të madhe, sepse ato e dinin që Krishti kishte mundur vdekjen, armikun e përbashkët gjithë njerëzve. E në ngjalljen e Krishtit duhet gëzohemi të gjithë. Fitoret e tjera janë gjysmake, fiton një parti, hidhrohet partia tjetër. Fiton një skuadër, hidhrohet skuadra tjetër. Fiton një komb, hidhrohet kombi tjetër. Vetëm në fitoren e Krishtit mbi vdekjen duhet gëzohen gjithë njerëzit, sepse Zoti mundi armikun e përbashkët gjithë njerëzve, vdekjen. Të gjithë njerëzit pa preshtim, gjithë do vdesin. Ky është armiku i përbashkët të gjithë njerëzve. Dhe festa e Pashkës pikërisht kjo gjë është. Dhe ngjallja e Krishtit i fuqizoi apostujt e gjithë shenjtorët për ta përhapur atë besim. E shenjtorët janë martirë sepse dëshmojnë se ç'është fjala martir. Fjala martir është fjala e dëshmuesit. Në kuptimin e parë, këtë kishte ai që dëshmonte në gjyq. Dhe fjala dëshmor e jona nga kjo vjen që jep një dëshmi. E martirët, dëshmorët ishin pikërisht ata njerëz që dëshmuan për besimin e tyre edhe kur jeta e tyre ishte në rrezik. Ndërsa sot shpeshherë besimi është ftohur pak, është bërë i vakët, shumë njerëzve ju dhe turp, dhe bëjnë dhe kryqin, në sy të disa njerëzve tjerë, sepse nuk e kanë besimin e fortë. Askush nuk do dënohet se bën kryqin, askush nuk do i thotë ndaj diçka. Nëse duhet besimi i fortë, dëshmojmë në për besimin. Dhe besimi më i madh nuk është dëshmimi nga jashtë, se mund bësh dhe kryqin e prap nuk ka shumë fuqi. Besimi i vërtet është me veprat tona, me ndryshimin tonë shpirtëror, sepse njeriu nuk dyshohet nga jashtë. Nuk dyshohen njerëzit si ndryshon xhaketën ti. Reforma mund bën njerëzit pafund, pas gjë nuk ndryshon.
I vetmi ndryshim është ndryshimi nga jashtë, kur njeriu fillon pastron zemrën e tij nga çmira, ligësia, xhelozia, inatet, marira, lakmia. Këto janë ato që shkatërrojnë njeriu. Jo vetëm atë, por shkatërrojnë dhe njerëzit janë rrotull njeriu. Prandaj edhe modeli shenjtorëve është shumë i rëndësishëm për ne. E një shenjtor i madh si Gjergji, i cili ka bërë mrekullia jo vetëm gjatë kohës që jetonte, por edhe gjatë gjithë shekujve. Prandaj dhe fama e tij u përhap në gjithë botën. Është nga shenjtët më të mëdhenj universal. Nuk ka vend krishterë që nuk nderohet ky. Me mira kisha janë kushtuar. Shumë kombe kanë zgjedhur si patronin mbrojtës të tyre, si Anglia, Gjergjia e shumë të tjerë. Edhe në vendin tonë kulti i Gjergjit ishte shumë i përhapur. Dhe prandaj ka mbetur sot akoma në memorie, që e festojmë 6 maj, sipas kalendarit vjetër që festohet atëre kisha, ditën e Gjergjit, sepse kulti i tij ishte i përhapur shumë. Mrekullirat e tij kishin ndodhur pafund. Prandaj edhe në vendin tonë ka shumë kisha kushtuar Gjergjit si në gjithë botën. Çdo ditë që festojmë të shenjtë madh, le të kujtojmë dhe jetën e tij. E le të kujtojmë dëshminë e tij të madhe me jetën e tij dhe me sakrificat që i bëri për ta përhapur këtë gjë. Dëshmorët gjithmonë jo vetëm shpëtojnë veten e tyre martirët, por shpëtojnë qindra njerëz rrotull, sepse nëse njerëzit shohin realisht dikë që dëshmon për të vërtetën, padyshim që do të rënditen nga gjë edhe ata do kthehen. Dhe kthimi do thotë që jeta e tyre do ndryshojë, do largohen nga e keqja e do përqafojnë të mirën, paqen e qetësinë. Ditën e sotme do doja të urojmë të gjithëve që festojnë sot që quhen Gjergj, gëzuar edhe për shumë vjet.